Një konfirmim nga KMDL1, e cila sipas tyre kanë pranuar një numër të madh të ankesave qytetarëve për faturat e muajit dhjetor, që në fakt raportohet se janë diku deri në 70% më të shtrejta se sa në muajin paraprak. Nëse bëjmë një farë krahasimi të temperaturave Gagjer, nuk është se ka ndryshuar shumë nga nëntori dhjetor, por për shumë arsye flasim bashkë me një panel ftuarish, siç e prezantova. Gagjer është këtu, Ardian Gagjer, mirë se vjen. Faleminderit Vullnet Krasniqi që jeni këtu. Dhe Lulzim Veliu nga Gjermania paraqitet sot. Faleminderit shumë që je sot në Kosovë today. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotëri Gagjer, si ka mundësi që të ketë një ndryshim kaq të madh të çmimeve kur nuk ka një ndryshim kaq të madh të temperaturave? E kam gjithmonë fjalën për konsumin e rrymës. Po, ne jemi të vetëdijshëm sepse këtu kemi jetuar edhe këto 4-5 vite dhe nga viti 2021 diku rreth 130% është shtrenjtu energjia elektrike ose çmimi i energjisë të cilin e paguajmë dhe do të ndërlidhesha mbrëm me ministrin e financave Kuran Murati, i cili ishte pjesë e një studio televizive dhe u pyet pikërisht për punën e energjisë, ku Kosova ka paguar 19.5 milion euro për kontur globalin si ndëshkim në gjykatën e arbitrazhit. Dhe i njëjti njeri mundohej të afaturonte atyre që kanë nënshkruar kontratën me kontur globalin, do me thënë thoshte aty në kontrat e kanë shkruar se do duhet të paguhet ndëshkimi në rast mos të implementimit. Por fajtor është ai që se ka implementuar, jo ai që ka nënshkruar, sepse unë do ta kisha marrë fajtor ato që e kanë nënshkruar në rast se Kuran Murati ose qeveria Kurti kishin pas vizion dhe strategji për zhvillim energjetik. Ndale kontur globalin, po bën diçka tjetër. Po ndale kontur globalin, ndale gazin amerikan, dhe mos ki asnjë strategji për zhvillim të energjisë, si po presim ne me na liru energjia elektrike, jo, përkundrazi çdo ditë bjen Kosova bëni, Kosova bëni edhe Kosova bë. Po shohim lajme të përditshme. Prandaj neve po na shitet populizëm në përgjepat tonë. Por pse 70% më shumë se sa në muajin nëntor? Çfarë logjike ka kjo? Sepse hymë në sezonin veror, zyrtarisht nëse jeni të informuar. Nga nëntorin dhjetor? Paka shumë po, hymë... Çfarë bëhet vera? Jo rastisht rritja kërkohet në maj. Që ti mos me vrejt. Jo, kërkon në mars në fakt, jo në maj. Po jo, krejt kjo ka ndodhur që të vjedhet përmes rrymës, përmes energjisë elektrike. Krejt kjo është matematikë. Ma që ka mundësi 4 herë rritë për 5 vite rryma Gagjer? Pikrisht, ajo e para. E dyta, si ka mundësi një qeveri me 12 deri në 15 miliard euro për 4 vite që i ka pas në dispozicion, mos me zhvillu një termocentral që kushton deri 1 miliard. Ose mos me lon Amerikanin në me investu 1 miliard euro në gazifikim Kosovës. Edhe gazifikimi, atin që a kish bo, jo veç energjin, po edhe ngrohjen në për 7-8 komunat Kosovës ne kish regullu. Normal që a ish kish qenë projekt që kish marrë vite me u implementu, por diçka kish fillu me u përmirësu. Pra ndaj neve na shtrajntohet rryma, se kemi një qeveri e cila ka matematika të poshtra, ka matematika personale. Por kjo është janë ndërtimit të një bloku të ri, të një termocentrali të ri, për ata njerëz të cilët e njohin hidrologjinë dhe ekologjinë e Kosovës e dinë që është pak e mundshme realisht. Pompozitet këtë çështja e gazit amerikan, shpesher po harrohet çau kon kushti i këtij projekti. Cili ka qenë kushti? Kushti ka qenë me u lidhë me Serbinë. Ti me çu prej Kosovës. Me kalu, po sot me ngarku, jo, vullnet, sot me marr kompani të Hamovicit prej Serbisë që ka krema, po me kalu do gypa është problema, po. Prej vitit kur është shit kec, kur është formu, kur është ardhur, kur është baje marrëveshja kriminale. Kur është Keci, falem se... Po, falem, veç po ta kujtoj një diçka. Para se me fol për Kecin, është Mimoza Kusari, e cila ka pas akt akuz për privatizimin e Kecit. Dhe janë po këta vetë vendosja e cila janë kundër privatizimit dhe njeri kryesori të në akt akuz. Nuk ka qenë akt akuza pse është privatizu Keci, por ka qenë për 2 hidrocentrale që është supozu që distribucioni dhe prodhimi duhet janë në një vend dhe është qarua ajo ka akt akuza. Por lidhet Mimoza Kusari diçka. Por të mos dalim nga tema të cilën ishte duke elaboruar Vullneti, ishte duke elaboruar shumë mirë pra Vullnet, sipas asaj ju thoni që ne do të vendosim gypat në Kosovë dhe kusht kufiri me Serbinë të ndalim. Po nuk e mujt. Nuk mundesh ashtu. Edhe ajri na çfarë? Për çfarë nuk i ki gypat? Po ti është dash me u kriju edhe ajo ka pas shans me u kriju edhe varësi për Serbisë. Sepse varësi prej Serbisë, gazi amerikan Kosovë. Në logjik. Logjika është sepse Serbia ty nuk të nje.
Dhe Serbia në një moment kështë vendosë mës me e liru gazin, që shka vendosët në Rusi e në Gazin Ukrajinë. Amerikan vendosë Serbia mës me liru? Po se është në territor. Ja ka nalë nisin rafinerin e naftës të bëdhu të nalë gazin Amerikan. Nuk është matematikja që mund të bëhet. Po sepse është në teritorin tine, apo mund Amerika me obligu Serbin për me shqit nishin, për shamë? Jo. Jo me shqit, po ja ka nalë. Ka hy Serbia në një raport ekstremisht të keq me Rusin pikërisht për qëta. Pra pas kanë Amerikan dorë aty, pas kanë edhe fuqi potenciale me kryu edhe raporte të tensionuara me Serbisë dhe Beogradit dhe ju nuk kanë fuqi që ta kalojnë gazën e tyre në për Beograd. Po, veç pse ky fiksim vullnet i VV-s me energjinë elektrike? Po ti përmend disa çështje. Është tërheq kontur globali, është refuzu projekti i gazit amerikan. Nuk është shtu asnjë megawatt energji e ripërtërishme gjitha projektet e Ministrisë së Ekonomisë 50 procedura. Gjatë kësaj periudhe është rrit çmimi i energjisë 3 herë, 4 herë tash me mars. Për herë të 4 pritet me u rrit, edhe natyrisht pa e harruar një prej roleve kryesore të NOA-s, kompanisë NOA, e cila, si që të edhim, pra ka bo qarkullim 160 milion euro. Ndërkohë që në total, Kosova ka importu energji elektrike në vlerë prej 811 milion euro, po to e se 1 miliard. Me që ato pare, na e këshim kryt termocentralin dhe s'këshim pas nevoj mo me importu rrym rralë në hervesh kur këshim rabor 2 metra. Gazer, është matematika e kësaj qeveria. Matematika termocentral lidhet me uj. Sa kena na në Kosovë uj për me kryu një termocentral të ri. Na nuk mujna me kryu një termocentral pa pas uj, për që atë arsye është edhe një liqen në plan, liqen e i Lepencit, pikërisht për këtë qështë. Këtë arsye po flitet edhe për ndërtimin e 7 digave, po flitet për ndërtimin për mës milion ujme. Sepse nuk jena uj, Gazer, unë e këmë studiu natyrën, për këtë qështje e kam informacion. Mirë, s'ka vullnet në gjitha se mund bëjshin projekte solare. Për 1 miliard euro në tjetër qështje. Investitor që vinë me paret veta në Kosovë, ta shtrojnë krejt livadët e Kosovës me panela solare, me energji me erë, që na s'kena asni megawatt shumë. Gazer, mësi s'po mujna me bo termocentral për din arsit se këto s'po ndodhin. Më ndosh me arsitu pëse s'po bo termocentral. Dhe njerëzit që i kanë kundërshtuar projektet e energjisë ripërtërishme, si pas Safet Gërzaliu që ishte këtu në studio para pak ditësh, sot mbajnë poste apo pozita të këshilltarëve e pozita politike. Pra, sikur Gërzaliu, sikur na tha që të njëjti kanë bërë një farë misioni për ndaluar këto. Mirë, Lulzim Veliu, ne jemi pa rrymë, po thuaj se, në kuptimin që ka shumë zona që po ankohen për energji elektrike, nuk dhja... Ferizaj, djetë s'ka pas gjithë ditën. Po, ka raportime edhe për Prishtinë në anën tjetër. Megjithatë, rritja e energjisë elektrike, ky abuzimi, a ju ndryshojnë juve faturat kështu nga nëntori në dhjetor? Po, faturat e rrymet energjisë e energjisë elektrike edhe këtu janë të studira, po në bazë të standardit jetësor që është në Kosovë, është pak më e egzagerume dhe e tepruar, sidomos kur ato ndodhin brenda një viti 3 apo 4 herë. Kur mund të jetë ngritje të çmimit të rrymës, po një ngritje e tillë paralelu sa muaj përpara dhe është me disa cent, pra me pas zero. Dëmonë rritja nuk shkon në atë mos e jo sikur që ndodhë në Kosovë. Unë mendoj se në Kosovë janë bërë gabime të shumta duke filluar nga mundësia e këto me njëherë pas luftës kur është ofruar kompania gjermane Belfinger për riparimin e termocentralit Kosova A dhe shtimit të disa pjesëve tjera që do të siguronin një kapacitet shumë më të madh të energjisë. Gabim tjetër mendoj se ishte edhe refuzimi i termocentralit pak vite që ishte një diskutim pra të 1 miliard euro, 1 miliard tani e tjerë energji nga Hamovicet, por jenë nga gabimet Më falë, Zotri Veliu, do tentojmë të rilidhemi prap me ju, Zotri Veliu, të lutem, do tentojmë të rilidhemi prap me juve, nëse ka mundësi regjia, për arsye se nuk i kemi të sakt, nuk i kemi të qartë të zërin e juaj. Kam përshtypjen që duhet heqër shkufjet për ta dëgjuar. Por derisa ta kemi gati Zotri Veliun, base do ta vazhdojmë bisedën në studio këtu me vullnetin. Po, edhe unë ka shteton që po kam qenë me sfigu, sepse ka një ndërlidhje që në besoj që na jena në kurs asë një qeveri nuk ka në mujtë me bërë një zgjidhje, për dresa nuk e zgjidhëm që të problemin e ketësit. Sepse kur është shqit, qatë shumë, nga gjerë, qatë shumë i shdonë, që me thonë, drejt, kompetenca. Qatë shumë i është dhona asaj kompanije monopol,
sa që kërkesat e sajna, zëreja as nuk po ka mundësi me i analizu ndryshe për posë që me arte që kërritja e qmimit. Na e kena posë se cili vendim, se cila kërkes e kecit, nuk ka mujt me u refuzu, sepse është qashtu e shkërume, sepse e kontrat, kur është bo kontrat kriminale për me i shërby kecit. Po, ka reforma tjera ti që të vëshëja në energji elektrike, apo qka të tjetër? Ka forma të tjera që qeveria mund të bëjmë të letë për qytetarin? Po, është e vërtet. Sepse po ta këshyrë sholal, edhe kjo është hera 2 që përna ndodhë, pra sot ka një vendim, dje kishte një vendim për ndarjen 100 eurove, ty të rritet fatura 70% më shumë, e me ato 100 euro që po i merë për fëmijë, realitet dush me pagu faturën e energjisë elektrike. Shtu është lidhja. Po, e vërtet. Po, nuk mëse që ato pare i shfridzojnë për me pagu energjin elektrike. Ju si shfridzojnë për ndalit rryma? Po, edhe ndalja rrimës, nuk është ndodhë për shkakte. Mirë, ato pare si shpenzojnë për energji elektrike. Cila është logjika me të dhonë 100 euro në qatë mujë kur po ta shtrejtojnë rrymën? Pse, për ndërledh në këtë dyja? Jo, po, në fakt na nuk për ndërlidhëm këtë dyja, po kjo ko apo do këtë koincidencë që është ta? Jo, ma shumë ka dhe me sedja. Kundërledhshëm është kjo. Edhe kundërledhshëm ka gjarë. O, unë iftaj partit opozitare, të shkojnë gjykata, këto janë vendimet të kundërledhshme. Edhe m'javë nalë fmive që të pare, edhe unë jam e përlutëm. është investim strategjik, një ojem ka 100 euro? Jo, kush po thot që është investim strategjik? Kush po thot? Po ti për mbrunë si vendim. Ato para janë ato që i kontribuojmë ne. Unë për një vjetë viteve të fundit, që të vitin e fundit e kom një fjallin shumë këtu për men këtu kriz. A pendini që po thot? Kriz. Kjo është më i mendësis të shumë njerës që e kom dëgju. Kriz, apo thoni? Të cilët thojnë, qysh, për dëni me qunë gjykat atë vendim, ja unë alë pare të fëmive, a jetë në një shtetashtë. Kjo është një ndër ato minat të cilat unë i përmendi të Zotrit Kurti. Kjo është një ndër ato, sepse Zotri Kurti vazhdon me besu në përmbysin e rendit kushtetus, vazhdon me besu në Republikën e ti të tretë. Nuk dua të kuptoj për atë se çfarë mendonaj, shumë e thjeshtë. Cila është logjika? Jo, Gaxher, sepse në ekonomist edhe më ta marr përgjigjen për josh. Kam derën që të kam studio për çdo çështje. Dhe ideja është shumë e thjeshtë. Cila është logjika e shpërndarjes së parave? A do të mund t'i përdorni më në formë strategjike ato para, sepse ne kosovarët shumicën e parave i eksportojmë në Serbi duke bler produkte ushqimore bazë. Dhe pastaj është kjo forma si t'i ndalojmë para të shkojnë në Serbi? A diku është logjika, Kroni. Diku 20% e popullatës Kosovë janë që jetojnë pa punë. Diku 90.8% jetojnë me 1,70 deri në 2 euro në ditë. Dhe imagjino një njeri i cili ka 2-3, hajde 4 antarëshe minimumi për marrë mesatare një familje 4 antarëshe, e cile jeton me të ardhuna 300 deri në 500 euro. Mi ashtu 100 euro, për to janë gëzimi madhë për këto festat fund vitit. Dhe atë gëzim, aje përjeton si diçka të madhe dhe normal që gjykimi i ti për votën ka me kontaj që e ka gëzu, sepse ata lloj njerëz gëzohen me shumë pak. E kjo është varfëria. E s'ka gjë më jo njerëzore se sa me shfrytzu fatkesin e tjetrit, sidomos varfërin. Sepse ne tulla e bloka mundemi me bo, por duhemi me pas njoni tjetrin. Dhe prandaj nuk duhet të mendojmë të bëjmë sikur Zotri Kurti politik. Dëgjova, do të ndërlidhesha edhe me drejtorin e doganave. Dëgjova dje në media, më vjen vërtet se si këta njerëz janë vërtet pas skrupull, si ai ministri financave që gënjejke në rësy, si kur kjo drejtori i doganave që gënjejke në sy. Pse gënjejke në sy? Sepse shumica e njerëzve nuk e kuptojnë projekcioni i qeveris ka qenë 1 miliard dhe diku 900 milion me i bo dogana. Dogana e kish kalu projekcioni 135 milion dhe këta e shqishin si sukses të doganes se i ka marrë 135 milion. Po tash, ata që shumica e njerëzve fatkesish nuk marrin vesh në ekonomi. Me ato pare, me këto 2 miliard, që afër 2 miliard që i ka bo dogana, na kemi importu inflacion. Nuk e kemi ngrit buxhetin e shtetit, po e kemi varfnu popullin. Po se është vlerësu pare ndërkohë. Se Zotri Kurti nuk na e hes neve të vëshën se ka qenë premtimi ti, nuk është kërkesa ime. Po e Kuran Murati deklaroi se falimenton shtetit. Kërkesa, premtimi Zotrit Kurti ka qenë që të hiqet të vëshëja sidomos për këto bazë, për mielin, vajin, sheqerin, kripen. Në anën tjetër, Zotri Kurti ka bërë
një vendim të kundërligjshëm, të cilin gjykata ja ktheu të kundërligjshëm për çmime tavan. As nuk ka dashur me bë këto, as to. Thjesht kjo është mashtrimi të cilët i shitet popullit. Vjedhja i shitet për patriotizëm dhe sukses. Dhe fatkeqësisht njerëz nuk janë profesionalisht dhe kur jemi tek mashtrimi, zotri Gaziri, ngritur për me kuptu këto mashtrime. Në momentin e parë që dul TVSH-ja, e kishim para 4 vitesh një reagim, zotri Veliu, të ministrit Murati, i cili tha në këtë formë shteti falimenton. Dhe çështja është shumë e thjeshtë. Kush gënjeu në atë moment? Gënjeu Kurti që dëshironte, që premtonte TVSH-n, apo Murati, i cili tha mund ta kemi falimentimin e shtetit nëse e bëjmë një gjë të tillë? Po tash nëse marrim në bazë të pozicioneve që kanë, zoti Murati është ministri i financave dhe është ai që duhet ta njeh çështjet ekonomike më mirë. Mirë po ja që jemi në fushat zgjedhore dhe gjëra të tilla thuhen, pra edhe në qoftë se edhe vetë dinë se janë duke gënyer, i thonë sa për të përfituar në elektorat. Askush nuk është duke kërku tërheqjen e TVSH, se në asnjë vend të botës nuk mund të funksionojë pa pagimin e taksave. Jo, në produktet bazë apo në energjinë elektrike, këtu është çështja se natyrisht se falimenton shteti pa TVSH. Në produktet bazë, unë mendoj se do të ishte rrugë e mirë në qoftë se nga 19-20% sa është në Kosovë të zbritet në 7%, por jo të tërhiqet fare sepse është e pamundur. Të pyeta më herët, Veliu, më se harro të pyetje që të bëra në lidhje me faturën e energjisë elektrike në vendin ku ti jeton, pra sa dallon ai nga nëntori në dhjetor, se Gjermania e Kosova pothuajse klim të njëjtë kanë. Ja, nga nëntori në dhjetor nuk ndryshon, fakturat e energjisë nuk ndryshojnë me muaj as me ndrimin e stinëve të vitit, atë ndryshojnë me ndryshimin e çmimeve. Nga nëntori në dhjetor mund të jenë shpenzimet më të mëdha dhe në bazë të asaj që shpenzon edhe paguan. Mirë, po një gjë është këtu në Gjermani që llogaria për energji bëhet një herë në vit. Shpërndahet në 12 muaj dhe ne e kemi të rregullt, ndërsa në fund të vitit, pra zakonisht kur bëhet viti i plot, nëse ke shpenzuar më tepër do të paguash pjesën tjetër, nëse ke paguar më tepër se sa ke shpenzuar lekët të Dhe zotri Veliu, ju kishit probleme në furnizimet me gazin rus prej fillimit të luftës në Ukrainë. Dhe ajo më interesant të di se sa herë është rritur energjia elektrike në 4 vitet e fundit, ne në Kosovë na është rritur 4 herë. Po juve që... Tre zyrtarisht e 4 apo pritet? Po juve... Shumë është e vërtetë se me fillimin e luftës në Ukrainë, Gjermania ka pasur probleme me gazin, me naftën, me të gjitha produktet, pasi që edhe energjia që prodhohet, e dini që gjithë shumë mirë se Gjermania është nga vendet e para që ka ndërprerë prodhimin e energjisë atomike. Pra ka qenë një hap ndoshta për menimin tim jo shumë i mirë dhe ka qenë i ngutshëm, pasi që ata kanë ndërprerë vetë prodhimin e energjisë atomike, ndërsa importojnë energji atomike që prodhohet në Francë, në vendin të Çinit. Është ndjerë mungesë të cilën janë munduar ta kompenzojnë me gazrat që janë sjellur nga vendet e tjera, ka pasur ngritje të çmimeve, mirë po, fillimisht, vitin e parë, shteti ka marrur përsipër një shumë të madhe dhe ka ndërhyrë me ndihma në të gjithë ata që kanë shpenzuar gaz dhe energji të shumë. Domethënë për dallim nga vitet e tjera. Ngritja e çmimit për gjatë këtyre 4 viteve, për të mos thënë që s'është ngritur, ka pasur ndoshta një herë ngritje të çmimit, pra në fill pas fillimit të luftës, domethënë qysh në fillimin e luftës në vitin 2022-2023, mirë po vitin e parë dhe vitin e dytë e tëra është kompenzuar nga shteti gjerman, jo vetëm për kompanit, por janë kompenzuar edhe në privat. Mirë, Vullnet kishte një koment për këtë se duhet kalojnë në një temë tjetër. Por të rikthyer sërish aty në pjesën e parë kur ishte fjala për termocentralet tona, desha vetëm edhe një gjë të shkurtë ta them se mendoj se një nga gabimet ka qenë edhe mos ndërtimi i termocentralit 1 miliard që ishte në atë kohë, pasi që atë miliard ne e shpenzuam duke blerë energji dhe termocentralin prap nuk e kemi.
por një gabim i madh që është bërë nga qeveria aktuale është mos pranimi i gazit që Amerikan. Gabimet i kanë bërë këta një pas njëshme, pastaj gënjeshtra tjetër e ministrit të financave të cilën e vetëm paraj, zoti Gërxhali. Po, më fal. Paraj unë pastaj, se unë isha i durueshëm gjithkohën, t'ju dëgjoj me. Gazherri. Gazi ka pasur porta hyrëse e gazit ka qenë Maqedonia, pastaj për të vazhduar ndoshta edhe në Serbi, ajo që i pengon bashkëbiseduesit tonë në studio, nuk ka gjë të keqe qofse ai gaz apo ato tuba e kalojnë gazin edhe shkon në Serbi, po Kosova ka përfitime edhe për tranzitin që bëhet në përvendin tonë. E nëse këta e shohin se është gabim, atëherë le të urdhërojnë dhe të blejnë rrymën apo energjinë elektrike nga Hamovicet, sepse ata janë më të fuqishëm tani atje dhe çdo ditë më tepër po i fuqizojmë me lekët tanë. Mirë, Gazheri. Një gënjeshtër tjetër është e Kuran Muratit që thot bankroton shtetin nëse heqet TVSH-ja. TVSH-ja nuk po pretendon askush, asnjë njeri i cili s'merr vesh në ekonomi që të hiqet për gjitha produktet, por për produktet bazë, një ndërto mund të jetë energjia elektrike. Për të tjerat mund të ulet TVSH-ja, siç e ka për shembull 16% Shqipëria, mund të dërgojmë deri në 12%, sepse nuk është normal një shtet me funksionu, me mbush buxhetin prej doganës dhe administratës tatimore. Ne duhet me bo një paket, minimumi që ka dasht e Kuran Murati me bo është politikat fiskale. Me ndru politikat fiskale, aty me i prek taksat të ndryshme. Dhe duke i prek taksat të ndryshme, ajo është duf me ofru një paket mbështetjeje apo subvencioni si do një quani për prodhuesit vendor. Sepse pa i përkraur prodhuesit vendor, ka t'i ulim taksat. Sepse në qoftë se i ulim taksat, edhe nuk e përkrajnë prodhuesin vendor, ne vetëm varfroheri. Prandaj, e Kuran Murati ka gënyer kur ka thënë se shteti bankroton në qoftë se hiqet TVSH-ja. TVSH-ja duhet pa tjetër të shkohet të reduktohet. Pse e kanë shtetet tjera shumë më të vogël se Kosova, sepse e kanë zhvillimin ekonomik më të madh, ose e kanë ekonominë më të fortë. Andaj, kjo është vesh një gënjeshtër e radhës e tij. Okej, në fakt një paralajmërim të tillë kishim dhënë edhe në studio, më duket Gazheri ka qenë këtu për sidomos banesat që nuk shfrytëzohen, edhe Vullneti ka qenë këtu, e që në fakt i fakturohet kryesisht diasporës, të cilët kanë për shumë mirë që kanë blerë banesa këtu, por për momentin sikurse kanë shumë shtete tjera dorën në zemër. Kam lexuar atë legjë pasani, ne? E ke lexuar. Por përpos kësaj, pra deri në 200% se ka shpjeguar më pas Hamza, kandidat për kryeministër nga rrotat e PDK-s, që në fakt kjo mund bëhet edhe barë shtesë për bizneset, sepse çdo hapësirë që përdoret për afarizëm, apo çdo banesë dytë e tretë një individi që të mund shkon taksat duke u rritur më shumë. Po, ose çdo biznes, ose çdo hapësirë, biznesi që sjell të ardhra fitimi, edhe është në kontradikt me ato që ai pagun shtetit dhe tatimit, normalisht që po. Unë kam lexuar, nuk jam ekonomist, është pak i komplikuar për me marrë vesh. Ama 200%, cila është logjika Vullnet? Një biznesi i rritet rryma, i rritet tatimi në prunë, çka më bëj biznesi me mbyll? Biznesi me... Jo, se nuk bëhet kështu, brenda natës bëhet 200%. Nuk bëhet 200%. Nuk është 200% kërkon, ka një rritje graduale, ka tatim ndryshë është prej... Ma e dina sa, pra, nëse së është 200%. Po shkon, ideja është për një biznesi cili ka mbi, për shëpëti, 10 hektarë, cilën e përdorë për biznes komercial, ose fiton shumë për sajna, është vendos një tjetër lloj tatimi që deri tash ka qenë e barabartë, sikur se ti që ke pas një shqiptore. Po tokat që kanë shumë hektarë të na janë të mbjellura me bujqësi, kështu që nuk është. Jo, s'ka qenë e barabartë edhe për një objekt afarist edhe një banese që përdoret për një familje. Nuk ka qenë e njëjtë as deri tash. Sikur se rryma që po as deri tash ti banesa e parë dhe shtëpia e parë nuk preket. Po, deri tash është dyta, treta e katërta. Domethënë që këti gjë ma shumë i prek njerëz që kanë pare. Njerëz që po bojnë pare. Diasporën, që si përdor banesat. Po, edhe është, unë e po thëmë, na Prishtina apo vunë, Prishtina vunë për 100 diçka mijëve banesave të papërdoruna. Na shumë, e kena një çmim katastrofal, një student sot nuk mundet me jetu vetë. Se kartën e diasporës e ka lujt Kurti, u ka heq pagesën për sigurimin, e tash u arrit tatimin në pronë, që i kam blerë banesat. Fillimisht demotivohet pra diaspora për blerë. Banesa? Shqipërisë dhe ashtu më shumë po bjen atje. Qeveri ka bërë ligjin pra sa i përket kësaj... Edhe një sen me sharu, se Hamza ato nuk e din, kjo ligjin nuk është i miratum. PDK-ja dhe DDK-ja i kanë votat, nëse dojnë me bloku, e blokojnë. Është i miratum, po duhet me u... A i lista po prolongohet? Ves diçka bre, a bën? Pa tjetër. është u fol, nuk ka të fol esenca. Ky ligj është bo, po është pezullu. Për shkak
se nuk kanë ditë çfarë ligji kanë bo, si që kanë bo shumicën për tyre që kanë shku në gjykatë kushtetuese. Do shti fushin janar. Ministri Kuran Murati tregoj që duhet me amandamentu këtë ligj, me ndërhyn të, me regullu. Dhe sipas ti, në qoftë se ai ka gënyer, nuk do rritet tatimin pronë. Por për mua është anomali, derisa në ligj shkruan ndryshe. Se ka ndruar. Pse ka ndruar ligji pa u rritur. Thojke, janë komunat të cilat do vendosin se sa do rritet. Sepse janë të hyra vetanake pra të komunës. Por unë nuk i besoj kësaj, deri... Nevoj me besua ka gjarë. Po nuk mundesh me i besu deri sa shkruan ndryshe, ky thot ndryshe. Po jo, për ligji është... Nuk shkruan qashtu. Unë e ndrenas, unë tatimin pronë të tokës teme, unë e paguj komunës drenasit. A mu i veç me ndërhyja dhe diska të është spedit se pëthoni është ndërhyja me një mendim cilin e ka me mashtrimin në cili po i ndodh këti populli me pagat tash. Po thotë e Kuran Murati që kam ja u rrit pagat njerëzve 500 euro. Po tatimin prom kur i rritet ati tipit biznismenit dhe inflacioni, çmimi i produkteve të cilim ne e blem, çfarë rritje kiti pagës. Kur sot me 300 euro rrog, ti e blen me 1 euro një gjo. Nesër me 500 euro rrog, e blen 2 euro. Çfarë rritje pagës është ajo? Do me thonë kjo është thjesht mashtrim. Në anën tjetër, ti ja rëndon edhe biznesit, ja rëndon barrën financiare me rritjen e rrogës, e para, që nuk po mendojnë që biznesi i vogël është punëdhënësi më i madh në Kosovë, edhe kur këta e kom thoni ditë në studio para një java 2, që do duhej gradualisht me ngrit pagat, mbrëm, u mundua zotri Murati të arsyetoj se si kanë shkuar nga 130 në 360, por zotri Murati vetëm e kamufloj këtë gjë, sepse nuk kanë bërë paket fiskale edhe nuk kanë bërë mbështetje të bizneseve në mënyrë që me i rrit pagat. Pra ndaj, ata që marrin vesh në ekonomi, këta vesh keq bojnë me këtë punë. Se vesh e bojnë mashtrimin. Kur ti e merr në qafë biznismenin i cili ja u jap 3 vetëve rrogën, atër kemi marrë 4 në qafë. Sa i biznes ka me dështu. Është thjesht kjo punë. Po, kanë dështu shumë biznese në Kosovë. Zotri Veliu, këtu falën disa gjëra dhe u përmend, me që u përmend mashtrimi dhe disa gjëra të cilat lidhen me diasporën, do doja të kthejmë pak tek zotri Veliu, të cilin edhe e kemi në diasporë. Zotri Veliu, i shinin në këtë këndvështrim të cilin e shpjegoi zotri Gaxhiri, këto matematika zhvillimore ekonomike. Atyre shqepo, kjo e për shqita shqeqare që pajtohet. Me thonë të drejtën, kjo është këto, mundet me tregu vetë. Nga jashtë, apo nga diaspora, ka qenë pikërisht në pjesën e ndërtimit, ku shumë mërgjimtar kanë bli 1, 2, 3, ndoshta edhe 5 apartamente, 5 banesa të ndryshme, ndërsa tani me këtë ligjit e ri që është përfolur, nuk e kam lexuar, duhet të jem korrekt, mirë për në bazë të asaj çfarë unë kam dëgjuar, është flitet se do të ketë një ngritje deri në 200% të tatimit në pronë, pra bëhet fjalë për pronën 2/3 apo ndoshta edhe 5. Kanë keni? A ta dëgjojmë Betri Hamzën si e spjegon? Veliu, me që se ke dëgju, as ti as vullnetit, a dëgjojmë Betri Hamzën? Betri Hamzën, dëgjojmë Betri Hamzën. Që naturisht e një mirë këtë fush, shumë Po shumë mirë, qa shumë mirë, sa që këtë politikat e njajtë atë kurtit për thot. Edhe aje theke kam javrit pensionet, kam me bo, populata ka nevoj për të qenë bra. Po i ka rrit për të këja para kurtit? Po dhe për ta po thonë dhe? Para kurtit i ka rrit për të këja. Nuk është një farë filozofie tjetër. Okej, ta të gjojmë. Do ta kemi edhe për 2-3 minuta do ta kemi, Jona, kështu që e vazhdojmë pak diskutimin, po. Zotri Veliu, ishte duke e spjeguar këtë çështje. Po mendova se do të shohim diçka pra, ka qenë vetëm investim që ka ardhur nga diaspora, të cilët kanë investuar shumë në prona private në blerjen e tyre. Mirë po tani me këtë ngritje të kësaj, çfarë është thënë ose çfarë e kemi dëgjuar deri më tani se çfarë flasin sot në fushat, qoftë lëvizja vetëvendosje, qoftë Partia Demokratike apo cili do subjekt tjetër, nuk ju besohet se janë të gjitha vetëm për fushat dhe për... E qartë, dhe zotri Veliu, klipin të cilin e kërkuam? Po? Ne duhet të shohim pas vendimit apo pas miratimit të atij ligji që cili do qoftë ai
për toksa që unë mendoj që në këtë rast diaspora do të atakohet më shumë se të gjithë të tjerët, pasi si tash kanë bërë një vlerje të madhe të shtëpive dhe e qartë dhe e kuptueshme zotri Veliu, në këtë moment do doja ta lëshoj edhe klipin për cilin ishim duke folur pra një adresim të Bedri Hamzës, e kemi të gatshëm tani më, e shikojmë dhe rikthehemi e komentojmë në studio. Mundën me diku në zvoglimin e kostos të energjisë elektrike, edhe kur jemi të energjia elektrike, kemi edhe një vendim gjykatës supreme, na duhet vendosëm një standard. Vendimet e gjykatave duhet me u respektu. Kur është vendim i formës të prerë, mundet me u komentu, po për me u zbatu, do të me u zbatu. Vendimi i gjykatës supreme ka të bëj me daljen në tregun e lirë të bizneseve. Kërkush nuk është kundër daljes në treg të lirë. Mirë po, të fillimisht do shme i përgadit kushtet, edhe qëllimi daljes në treg të lirë është në mënyrë rritja konkurencës, edhe përmes rritjes konkurencës me orë deri te çmimet më të ulta të furnizimit. Ka ndodhe kundërta, domethënë kemi një shtrejtim të energjisë elektrike për mbi 100% në shumicën e rasteve. Dhe sigurisht se ne kemi vendosmëri që me zbatu vendimin e gjykatës supreme me përgadit tregun, e pastaj me i vendos në tregun e lirë. Është edhe një çështje tjetër, çështja tatimit pronë. Ligji për tatimin pronë hyn fuqi në janar vitit të ardhshëm. Në fakt ka pas me hyn fuqi në janar vitit aktual, po për shkak se ka qenë vit zgjedhor, është prolonguar edhe për një vit. Me të thotë drejtë nuk ka qenë krejt ligjor, po pasi që ka qenë favor qytetarëve të bizneseve, gjithë e kemi pranu. Mirë po, kur të hyn fuqi, sidomos për pronat komerciale, ka me u rrit tatimin pronë për 200% më shumë nga një janari. Dhe kjo do të jetë një borë shtesë për bizneset. Dhe po prishet klima e të bërit biznes, po rriten ngarkesat. Dhe kjo kemi premtu, i qëndroj kësojna, që ky ligj ka me u amandamentu dhe nuk ka me hyn fuqi me këto norma të reja cilat janë borë për bizneset. Zote Hamza, nëse më lejon një çështje të vogël rreth bizneseve, rreth këtyne që sapo folet. Zoti Kurti ka ardhur në pushtet duke premtuar se do t'i ngufas bizneset. Ai ka ardhur në pushtet duke premtuar luftë kundër oligarkisë. Ai flet se si bizneset e mëdha kanë fituar shumë dhe nuk duhet me fituar çka shumë, dhe i ka fituar zgjedhjet. Ndërkohë jo premton një lehtësira për bizneset, përfshirë rishqyrtimin, amandamentimin e ligjit për tatimin pronë, mbledhjen e TVSH-s brenda dhe jo në kufis si që është deri tash, dhe ndërkohë kjo nuk po ju vlen juve për shkak se e premtoni dhe thoni një të vërtet, dhe po i dhez më shumë dikujt që më shumë ranë, bën propagandë, jam nxin jetën njerëzve, dhe kemi një rezultat të shkurtit të këtij viti që ai është përpara sesa jo dhe sesa parti tjera. Tani, një që thot njerëzve mos u a thuaj të vërtetën, sepse veç me gënjeshtra ata ushqehen. Qysh po doni ju me i bind këta njerëz, se ajo është gënjeshtër, dhe kjo është të vërteta. Sepse ju gjatë këti mandati të Kuvendit Kosovës, kini rujt Republikën e Kosovës, kini rujt rendin kushtetus, kini rujt ekonomin me anë të dërgimit të lëndëve në gjykatën kushtetuse, me të rëzu 12 ligjet ju si antikustetuse, nuk jem pak. Këto janë meritat e jashtëzakonshme të opozitës së asaj kohe. Megjithatë, ata e kanë propagandën, ata po thojnë se çmimet dashtëm me i ullë, por nuk në la LDK-ja, që nuk është të vërtet, se gjykata kushtetuse nuk e thot një gjë të tillë. Ata flasin se si kanë dashur me bërë reformën drejtësi, ndërsa e keni pengu ju PDK-ja duke dërguar rastin e gjykatë kushtetuse. Jeni tu ballafaqu me një rancin më të madh të cilit po i besojnë më shumë se sa juve. Si bëhet me ranën, sepse me dhomë
Kush me kanë konkretisht? Dhe bikajtozi me Keni pa energjie të për kju të këshëshën. Jo, Kurti po i puth zakonisht njerëzit që po i takon. Një zonje pa Më dorë që këtë shku beseda. Du që anej ke koja. Sa se shumë për qa. Se në greu këtu e përdor një fjallë, cilin s'po ki qare pa e përdor për këta lloj njerëz, rëndës njoni, rëndës tjetri. Edhe kjo deklarat e zotrit Hamza, për mendimin tim, nuk qëndron. Në qoftë se dikush mundet me argumentu ndryshe, unë jam i gatshëm. Pse nuk qëndron? Argumentoj pse nuk qëndron. Që veç ta shpjegoj. Për shkak se zotri Hamza deklaron se me 1 janar do ngritet 200% ky farë tatimi. Por në anën tjetër thotë që ne nuk do lejojmë se do e riamandamentojmë ligjin dhe nuk do kush e amandamenton ligjin, pakon ku vendi. Ai tha do duhet ngritet në janar të këtij viti, por u prolongua për arsye të zgjedhjeve. Atë çka unë e thash më herët, ky veç e transmetoj që shpat çe vet. Okej. Sipas mendimit tim. Pa u riamandamentu ligji, nuk dihet saktësisht se çka ka me ndodh. Pas riamandamentimit, i cili duhet minimumi edhe një 7-8 muaj kanë menashku neve se dejt bohet kuvendi, dejt krijohet qeveria, dejt vjen propozimi, dejt vjen të riamandamentimi i këtij ligji. Kjo proces. Dhe për më u fut fuqi, do me thonë deri një vit ka menashku, ka mena marko një vit. Dhe riamandamentimi i këtij ligji ka me përcaktu, a kanë me vendos komunat, se sa mja vendos tarifen qoft biznesit, qoft pronës familjare, apo është qeveria. Unë ende nuk muj me paragjyku, tu pas parasysh që kjo është një sistem ose një sponsorizim ligjor i qeveris. Dhe akoma nuk muj me supozu se a do jetë, në qofë se do jetë komuna, atër bie barra mbi komunat. Dhe komunat, pa është fer të bie mbi komunat, sepse komunat kanë qenë pjesë e hartimit të këtij ligji. Po, është fer të bie mbi komunat. Është fer të bie veç ta sharojt, lutem. Vetëm nëse bën, nuk është fer me pagu unë e njëjtë atim në Groftë, sikur dikush. Në Prishtinë, feks. Po në rregull, për sa ka shumë ka ndru para pak vite, ka ndru bashkë në qeveri me Kurtin tatimin në pronë. Po, për ata po them, kjo është niveli. Pas biznesit që kam në Drenas, nuk është njëjtë. Ma herët pra po kthejnat e fjallët e mija. Këta e kanë bo një veç. Kjo është si pas këndvështrimit tënë, ashtë nga shumë problemi dikun tjetër, lena dhe neve të këndvështrimi jem, është pezullimi për një vet i ligjit, për çka? Se s'kan ditë çfarë ligji kanë bo. Kanë dash me nam shumë në i rrit 400% tatimin pronë. Po për shkak se i kemi edhe deputet e tjerë të opozitës, ky ligj është pezullu, se ju kanë thonë hapni syt, se nuk është puna veç të kjo qeveri, po do me mbyt popullin. Edhe këta zotnit e kanë pezullu ligjin e vetë. Edhe do me thonë edhe një vetë, tash dojnë me na hub Kosovës për këtë ligjë. Është e mirë nëse ndodhë këtë ligjë, mos ta marrim për keq. Pse? Ne jemi shteti... Po, çështja është e diaspora më shumë se sa të bizneset. Çështja është e diaspora më shumë se sa të bizneset. Në Groftë, që i ka 100 metra katror, me pagu një ecioni metra katror. As ai në qendër Prishtinës, e ta zëm tani sot në Veternik që po thuajse është bërë qendër dhe ajo e Prishtinës, a? Ndër biznesi. Që po, për këtë pjesë jemi shumë korrekt. Pjesa diasporës më intereson, pra e njëjta diasporë subvencionohet për sigurimin e veturave dhe të njëjtës tani rritet tatimin në pronë për shkak banesave që kanë blerë. Dhe është ju demotivim për diasporën që mos blejnë më prona këto të shkojnë në Shqipëri, për cilave edhe mund të fitojnë më pas nga Qiraja, ndryshe nga Prishtina, për shkak të turizmit gjithmonë. Absolutisht është të çështje, por sot edhe na thonë se diaspora kryesisht parati që në Shqipëri me të drejtë edhe kjo e kuptojmë, por pse ne s'po i stimulojmë t'i lëmë paret këto. Veliu, se ti përfaqëson një farforë me diasporën këtë panel. Po, unë mendoj se një gjë tillë ka ndodhur dhe është duke ndodhur, po shumë nga diaspora, jo vetëm, edhe nga Kosova kemi shumë qytetarë që kanë investuar dhe kanë blerë pronat e tyre në Shqipëri, kudo nëpër Shqipëri, nëpër Bregdetin shqiptar, pasi që e shohin më perspektivë, më fitim prurse dhe është një farforë me ikje e kapitalit. Mirë po, një gjë tjetër që unë do ta kisha shtuar në këtë pikë është se që nga momenti kur qeveria Kurti erdhi me propozimin që diaspora jep aksionare në për kompanitë shtetërore në Kosovë, në një farë mënyre ka ndikuar që një pjesë e madhe e tyre të mos investojnë në banesa, pra të mos investojnë në blerjen e pronave, por kanë filluar dhe kanë investuar në përforma të tjera, pra që
i kishte premtuar shumë kohë më parë, pra qysh në qeverinë e parë zoti Kurti. Një gjë të tillë ma kanë konfirmuar. Më thëja ka ndryshu menin prej diasporës që kam ble banesa, i ka thonë investoni pare në bonus kompania, po. Po pra, në për kompani ku mund të përfitohet. Sa janë ato investime që pas ka ndodhë, hajtë të regona? Kjo pyetje e mirë. Hajgore. Për gjëra të tilla nuk kam. Po pra, s'ki se s'ka, nuk ka. Si nuk e dim donacionet për forcën e sigurisë Kosovës që kur s'janë bërë publike. Duhesh me pas dorimin edhe me dëgju përgjigjen. Po, të lutma, une të e pas parasysh procesin të abona pyetjen. Po mirë, unë këtë nuk po e them se kam bërë unë investim, ose kam bërë disa nga miqtë e mi këtu në diasporë. Po këtë e kam të dëgjuar nga ndërtues në Prishtinë, të cilët kohë më parë kanë arritur të shesin brenda vitit deri në 500 apartamente, ndërsa në këtë periudhë ka rënë shumë shitja e tyre, çka do të thotë se ato investime kanë shkuar në drejtim tjetër. Mirë, Eliu, të ftoj bashkë ta shohim rezultatin e sondazhit për cilën në fakt nuk folëm, por e nisëm emisionin me të për vendimin e gjykatës speciale për të mos e lejuar pra Calin ta vizitonte babain e tij teksa. Është interesant pse kanë lejuar faqen e këta ju. Plus ky ka gjykimin e krym. Ndoshta se ka është i dënuar. Ndoshta fati i Calit është se ka pas doktorin, që ka pas Saçi. Është njerëzore vendimi i gjykatës speciale për mos lejimin e Calit të vizitoj babain e tij, po mendojnë 20% e atyre që po na ndjekin, pak e çuditshme, ndërsa jo, normalisht mendojnë. Pra 20% thonë se do të ishte mirë që ata të ndodheshin situatë njëjtë, mos kishin drejt ta shenin prindin e tyre, teksa ishte në ditët e fundit të jetës. Ma mirë mos mi komentu ata që kanë thonë. S'po e kuptoj. Fiks. S'po e kuptoj. Shumë të ata për veti. Eliu, faleminderit shumë. Urna? Faleminderit. Faleminderit shumë zotri. Me njerëz të tillë nuk ja vlen as të flasim as të komentojmë. Po. E qartë mirë kjo është zotri Gazierën, në këtë pikë pajtuam plotësisht. Përkëtësisht, ajo pjesë e njerëzve që deri dje në çdo formë, në çdo mënyrë është munduar ta gjykoj ushtrinë qëllimtare të Kosovës, ndërsa në periudhën e fundit kemi parë tentativa nga ata këta njerëz që janë në atë 20% që mundohen të njëllosin edhe dëshmorët e kombit. Kështu që gjithçka mund pritet nga të tillë. E qartë, faleminderit zotri Veliu, zotri Krasniqi, faleminderit shumë që ishe me ne, edhe zotri Gazieri, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Kënaqësia ime, faleminderit. Është koha të shkëputemi me pak publicitet dhe rikthehemi në bllokun e radhës. Kredia nga TEB e siguruar nga Sigal Life mbulon humbje jetë natyrore, humbje jetë aksidentale apo invaliditet nga aksidenti. Në rast fatkeqësie, borxhi juaj ndaj bankës shlyhet tërësisht me TEB dhe Sigal Life, të sigurt në çdo hap. Bab, çka bën baba dimri pasi i shpërndan muratat?